Kur gjesti u hodh nga muri rrethuesi i shtëpisë së Big Brother VIP 4, vëllai i madh i dha një dënim duke i përgjysmuar vlerën e çmimit të madh. Nga 100.000 euro, çmimi për të shkoj 50.000 euro. Ndërkohë që sonte, në shtëpinë e Big Brother VIP, u vendosën 3 kuti të reja emergjence, me avantaxhe dhe penalitete të reja për banorët. Ola ka thyer kutinë e parë, e cila quhej kutia e fuqisë së artë, në të cilin ndodhej një zarf, i cili thoshte se të gjitha vendimet e deritanishme të vëllait të madh shfuqizohen dhe vlera e çmimit të madh shkon sërish 100.000 euro. Pra, të gjithë banorët, përveç Eglit dhe Jozit të cilët kanë dalë dhe janë rifutur në shtëpi, do të mund të garojnë për të fituar 100.000 euro. Duke u nisur nga kjo edhe për gjestin çmimi i madh do të jetë 100.000 euro.